Neve kemi ardhur nga Përmeti, e shikojmë panairin mirë, do me thënë sepse është viti i parë që neve kemi ardhur, jo më shumë i rëndësishëm, megjithatë shpresojmë që do ketë akoma më mirë. A është shpresmarrja e mirë me këtë panair pasi viziton stendat ku ju keni sjellur produktet bio të bletarisë në zonën e Përmetit? Ka pasur pjesëmarrës, ka pasur deri diku. Nishtën e mjaltit e shikojmë nëse nxjerr për shembull dhe u jep klientit atë besimin, sepse mjalti është shumë i rëndësishëm për organizmin dhe për çdo gjë. Nëse i jep besimin dhe me atë pastërti të punosh, arrin atje ku do. Sa vite keni që menin me bletari me emrin Bleta e Egër? Me Bleta e Egër kemi gati 5 vite, 6 vite. Pasi vitet e tjera i kemi që në Greqi dhe këtu në vendin tonë kemi 5-6 vite. A keni marrë sponsorime nga shteti shqiptar? Kemi marrë. A keni në tjere për institucionet e shtetit në lidhje për të investuar dhe për të dhënë atë çka ju kërkoni si bletaritës? Shiko, bizneset e vogla duan mbështetje nga çdo gjë, që të eci sa më mirë dhe sa më mbarë. Urdhërojnë këtu, t'i provojnë, t'i shikojnë të gjitha prodhimet që neve kemi dhe pse jo, dhe të mos marrin ose dhe të marrin, për neve ka rëndësi që është i pëlqyer.